Kryetare, ju në një postim që keni bërë më përpara keni folur për një situatë mjaft të agravuar në Katundin e Ri dhe në Suk për shkak edhe të çarjes së argjenaturës së lumit Erzen. Si paraqitet situata nga inspektimi që keni bërë në terren? Në fakt, ne kemi qenë deri mbrëmjen e dieshme deri në orët e vona duke punuar në zonën e Durrësit të Ri dhe të Shkozetit, gjithashtu dhe plazhi. Gjatë orëve të para të mëngjesit kemi filluar njoftimet nga administratorët e njësive që lumi Erzen po arrin kuotat maksimale. Dhe menjëherë kemi filluar punën për të çuar aty mjetet kragjat dhe për të çuar ekipet e punës për monitoruar situatën në terren. Mendojmë është një rast i përsëritur si ai i vitit 2021, ku sepse ne në Durrës sot nuk kemi pasur rreshje të asaj natyre për të nxjerrë lumin nga shtrati, por duke qenë se gjithë Shqipëria ndodhet në një hartë meteorologjike me një vështirësi të caktuar dhe me rreshje të shumta, mendojmë që kjo vjen si efekt i prurjeve që mund të kenë qytetet të tjera. Situata në Suk paraqitet akoma e vështirë dhe me një risk lart për banorët e kësaj zone, respektivisht në zonën e Vadardhës dhe në lagjet 4, lagjet 5, por dhe në pjesën e parë sapo futesh në njësinë administrative Suk. Aktualisht Katundi i Ri e ka nisur evakuimin e banorëve pak më herët, sepse aty grupet e punës së ushtrisë kanë qenë pak më herët në mëngjes. Rreth 35 persona janë evakuar nga njësia administrative e Katundit të Ri dhe rreth 55 persona janë evakuar nga njësia administrative Suk. Këto familje janë akomoduar në hotelet Fafa dhe Bonita, me të cilët ne kemi bashkëpunuar dhe na kanë ofruar që të presin familjet, pasi godina që ne kemi në dispozicion, pra Kavaleshenca dhe godina e ushtrisë, tashmë janë tezauruara me familjet të cilat janë nga zona e Durrësit të Ri. Pritet një numër rreth 500 persona të cilët mund të evakuohen. Situata nuk është shqetësuar ende në zonën e Sukthit. Ne me të mbaruar këtë takim do të vijojmë punën në terren, po atje në prani me forcat armatosura, forcat e ushtrisë dhe nga ana tjetër kemi shtuar dhe ekipet tona të bashkisë, të ujësisë kanalizimeve, të gjithë ndërmarrjet të cilat po operojnë sot në territor për të ardhur në ndihmë banorëve. Dhe sigurisht që në këtë moment gjë më e rëndësishme është që të vëmë në siguri jetën e njerëzve së pari, pastaj të mendojmë për ato pasojë që po lë çarja e argjenaturës së Erzenit në këto dy njësi administrative. Gjatë ditës së sotme pati edhe një njoftim për humbjen e një jete të një punonjësi të komunales së plazhit. Nuk e di nëse keni info më të detajuara, nëse ka humbur jetën në kryet e detyrës apo në rrethana të panjohura. Ne morëm informacionin nga policia kur u bë publik për të ndjerin, i cili po punonte në ndërmarrjen komunale plazh në sektorin e pastrimit. Unë dua të shpreh ngushëllimet për humbjen, ne do të jemi pranë familjes së tij për të bërë aq sa mundësi do të kemi për t'i ndihmuar dhe për të qëndruar pranë. Personi ka qenë në punë në datën 6 në orën 6 e mëngjesit deri në orën 10:35 nga informacioni që kemi nga kamerat e sigurisë. Më tej është larguar sepse aq ka qenë turni i tij. Pas kësaj ore, gjatë orës 16 të pasdites, përfaqësuesi i ndërmarrjes drejtori është kontaktuar nga familjarët për të pyetur a është ende në punë apo a kishin ndjeni për vendodhjen e tij. Dhe nga informacioni jo zyrtar që kemi nga policia, familjarët kanë bërë denoncimin në datën 7. Kjo ka qenë situata, ai nuk ka qenë në orar të punës, pra nga informacioni paraprak se ne nuk kemi pasur mundësi që të vlerësojmë çdo dokument dhe çdo proces pune tonin, duke qenë se kemi qenë gjithë në terren, por një informacion paraprak që mora nga kjo ndërmarrje ishte ky. Siç e thash, gjë rastin që të shpreh ngushëllimet e mia.